Rama për disa arsye madhore. Së pari, është faktuar se kjo qeveri erdhi në pushtet me një farsë elektorale, duke dhunuar masivisht të zgjedhjet dhe duke bllokuar çdo hetim me skapin e tij të partisë të krimeve monstruoze kushtetuese elektorale. Së dyti, kjo qeveri si asnjë tjetër në Europë faktoi para shqiptarëve dhe botës se jo vetëm vjedh shqiptarët në mënyrë të papërmbajtur, por hajdutët e saj, Rama dhe Balluku, janë mbi çdo ligj në këtë vend, ndaj dhe përdoren 83 mandatet e krimit. 83 mandatet e krimit për të mbrojtur aferat e mëdha të korrupsionit. Një qeveri që nuk lufton korrupsionin dhe një qeveri që mbron korrupsionin, pavarësisht sa vota apo çfarë vot si i ka marrë ato, humbet legjimitetin e saj para qytetarëve. Nuk përfaqëson botën e krimit, përfaqëson antiligjin dhe meriton të largohet sa më parë nga pushteti.